të rillsa, po ka pas disa ndeshje që i kam ndjek më shumë, për shembull ndeshja e mbrëmshme mes Anglisë dhe Argentinës që u zhvillua dhe besoj që ka qenë një prej ndeshjeve më të mira. E kam përcjell pak edhe ndeshjen mes me Zvicrës që humbi me 3-1. Kështu që këto janë disa ndeshje tjera i kam përcjell më shkurt, po nuk muj me thonë që kam qenë ndoshta fan si flakt, edhe pse gjithmonë kam dëshirë mi përcjell gjitha sportet, sidomos futbollin, siç është ngjarja kampionati botnor, po kësaj radhe... Po për këtë ke bërë tifa më shumë? Po tash nëse nisem kështu, në aspektin se na e lidhim shpesh me politikë, ndoshta Zvicra ka qenë për arsye se e kemi pas Granit Xhakën aty dhe disa shqiptarë tjerë, po Xhaka, domethënë, kemi pas një arsye të fortë për me mbështet Zvicrën. Edhe ka luajtur vërtet mirë. Nëse nisem, thash, në aspekt tjetër, ndoshta si mbështetës i madh i shtetit Kosovës ka qenë Gjermania, po fatkeqësisht u eliminua herët, ndërsa